Po hapëm seancën e shqyrtimit gjyqësor, çështjen penale ndaj të akuzorëve Vedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, secilive që veç për shkak të veprës penale, spionazhi, nga nini 124 paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sipas akt akuzës së Prokurisë Speciale PPS 79/2023 të datës 22/2025. Konstatojmë se të pranishëm në seancë janë prokurori special Bekim Kodraliu, të akuzuarit Vedri Shabani, këtu me mbrojtësin e tij avokatin Besnik Berisha, dhe i akuzuari Muharrem Qerimi, këtu me mbrojtësin e tij avokatin Betim Shala dhe Sheremet Fejza. Palë të dëmtuara nuk kemi propozuar në këtë akuzë, andaj gjykata konstaton se janë plotësuar kushtet për me mbajtë këtë seancë shqyrtimit gjyqësor. Bëhet seanca e shqyrtimit gjyqësor, Saman Beqiri, kryetari i trupit gjykues, ndërsa anëtar trupit gjykues janë gjyqtarët nga ana ime djathtë gjyqtari Kujtim Krasniq, ndërsa nga ana ime maj gjyqtari Vesel Ismaili. Zyrtare ligjore është Vanessa Rama, atë akuzën e përfaqëson prokurori Bekim Kodraliu. A ka dikush nga palët vrejtje që me drejtu në këtë seancë? Jo, palët nuk kanë vrejtje. Gjithë rrjedha e seancës do të regjistrohet procedural, përveç kësaj nga administrata jemi të njoftuar që seanca do të audio incizohet. Fillimisht jeni njëri po mendoj se kjo seancë e shqyrtimit gjyqësor në herën e kaluar ka dështuar që të bëhet, për arsye që janë dhënë. Prandaj do të fillojmë nga fillimi kështu. Fillimisht jemi të njoftuar nga një sip përkatëse që njëri nga të akuzuar Vedri Shabani ka qenë sot në shëndet jo mirë. Ke marrë trajtim shëndetësor apo Vedri? Po nuk jam begat që më vazhdu seancën, nuk jam gjeni. Fillimisht jemi të njoftuar nga njësia përkatëse e transportit se i akuzuari Vedri Shabani ka qenë në gjendje, jo, nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, kena marrë, por nuk është se si është terapia që është kupona, e pa mund që me marrë pjesë në seancë. Nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore, presje. Ka ndërguar tek doktorin brenda burgut. Po, brenda burgut. Ka ndërguar tek mjeku. Seanca mos në bëhet, nuk jam gjendje me mos. Brenda burgut. A ka terapi diçka ose? Po, terapi, po, dhe plus asaj jam mbikëqyrë të mjekut. Publike për çështje të shëndetit të kaluar. Lutem avokat, nëse ta vë fjalën, po nëse ta vë fjalën lutem. Po, ku mor terapi plus asaj jam as një gjendje që është e vështirë, jam mbikëqyrë të mjekut çdo 30 minuta. Njëjti kam veç pak. Tek mjeku brenda burgut, presi ka marrë terapi, por që ka ta thali çka dha 30 minuta. Mbikëqyrje natë duhet jam pra më gjithë notën nuk u flet mjektor, oficerët më qerë derën të mëshira jam mirë në shëndet, kështu që nuk jam i gatshëm ta përcjellë seancën. Aha. Ka marrë terapin, por që për çdo 30 minuta jam në mbikëqyrje të mjekra, the kështu. Po. Mirë. Mirë, faleminderit shumë. Stafit në mbikëqyrje të stafit të oficerëve. Mirë. Veç e konstatuar çdo që po thet nuk jam në gjendje. Veç prandaj, veç konstatuar në fund. Gjykatësi akuzuar nuk kanë qenë gjendje. Prandaj, ju po thoni për mi pas qartë që nuk jeni në gjendje për shkak shëndetit me vazhdu. Po, kaq. Prandaj, nuk jam në gjendje për shkak shëndetit me vazhdu në këtë seancë. Mirë, faleminderit. Kryerësh.
Trupi gjykuese ndërpren shqyrtimin seancën në orën 9:53 minuta për një konsultë të shkurtër. Seanca vazhdon në orën 9:59 minuta. Praneshëm në sallë janë të gjitha parti konstatura më lart. Trupi gjykues pas këshillimit trupi gjykues pas këshillimit dhe duke marrë parasysh shqetësimin shëndetësor të ngritur nga akuzuari Bedri Shabani, dhe me qëllim të sqarimit të çështjes, nxjerr këtë agjendim. Ndërpritet seanca shqyrtimit gjyqësor në ora 10. Gjykata menjëherë do të kontaktoj shërbimin korrektues për të marrë informacione më detaje në lidhje me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Varësisht nga raporti që do të dorëzoj shërbimi korrektues, gjykata do të procedoj me seancën. Njoftohen palët se seanca do të vazhdojë në ora 10:20 minuta. Ka mundësi klarën të dhëmë? Jo të të marrë. Ka mundësi, pse jam së të pra? Herë, kthehemi në sallë në ora 10:42 minuta. Seanca vazhdon në ora 10:42. Gjitha palët e lashënuara janë prezente. Gjykata menjëherë ka kontaktuar me qendrën e paraburgimit në Gjilan, ku përmes emailit ka kërkuar sqarime lidhur me gjendjen shëndetësore të akuzuarit Bedri Shabani. Menjëherë, nga doktori i kësaj qendre, nga Mimre Gjeti, kemi marrë përgjigjen se i panderi Bedri Shabani me datë 11/11/2025 është lajmëruar për konsult tek mjeku i burgut, ku edhe është vizituar.
me pretendimet si në ankesën e tij. Pik. Po ashtu, të njëjtit, ju është rekomanduar terapi dhe konsulta tek specialistët përkatës. Pik. Duke qenë se kjo përgjigje ishte pak e mangët, gjykata edhe njerë përmes telefonit kontakton me njësim përkatëse në burg për të interesuar se është vizituar konkretisht sot tek doktor, tekniku apo jo, dhe nga përgjigja përmes telefonit rezulton se edhe sot i akuzuri Bedri Shabani është vizituar tekniku i burgut dhe se parametrat vital kanë qenë brenda vlera normale. Megjithatë, gjykata e ka kërkuar që këtë përgjigje ta ofrojnë edhe në shkrim. Dhe jemi në pritje të kësaj përgjigje për ta dokumentuar derisa të na kthej në kryevesht, deri në pritje të kësaj përgjigje plotësuese dhe marr parasysh natyrën e shqetësimeve të cilat i kanë ngritur i akuzuri Bedri Shabani, të cilat tani për tani gjykata nuk dëshiron t'i bëjë publike. Por duke besuar se mbrojtësi i tij është në njohuri, atëherë gjykata e fton mbrojtësin avokatin Besnik Berisha që të deklarohet për këtë çështje. Paraprakisht avokat veç edhe një çështje mbet. Bedri, paraprakisht vetëm pak më lart më mirë. Kështu, a vazhdon me pas shqetësime të njëjta shëndetësore? Kam shqetësime shëndetësore më shumë se para si paragrafit fundit. Vetëm pak. Po kam shqetësime të shumta dhe kërkoj mënyrë humore që të shtyhet kjo seanca tjetër dhe në herën tjetër përse që do të bëjmë më mirë, për shkak se terapien që më temon me terapi shumë e rënd nuk mund të përcjell seancën. Kjo është kërkesa ime. Pandemi nëse vazhdon të ketë ende shqetësime shëndetësore. Po, unë vazhdoj të kem të njëjta shqetësime shëndetësore. Tresi, terapia që jam duke marrë është terapia e rëndë, dhe unë besoj që në seanca të tjera do të jem më mirë, kështu që kisha kërkuar që në aspektin humanitar të trajtohet kërkesa ime dhe të shtyhet kjo seancë. A ki nevojë me ta sjell ai doktor? Jo, ambulant. Terapia në morë, sot tash faktikisht unë jam siguri pit, nuk e di ku apo jam. Vazhdo që të vani. Nuk kam nevojë tani për tani që të më sjellë ambulancë e as doktor, sepse terapinë e kam marrë. Me qenë se jemi në faza që tani kemi marrë këtë informacion, na nuk duam ta bëjmë publike as në llojin as natyrën e smundjes, besojmë që avokati është djeni, po avokati për ashtu.